Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Përfundon procesi numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Partia Socialiste arrin të garantojë shumicën e mjaftueshme prej 52% të votave ose 83 mandate deputetësh, ndërsa Partia Demokratike arrin të marrë 34.2% të votave dhe 50 mandate deputetësh. Në të gjithë vendin Partia Socialiste mori 775.000 vota, ndërsa Partia Demokratike gjeti mbështetjen e rreth 500.000 votuesve. Ende priten të përfundojë numërimi i votës emigrantëve. Partia Socialiste fitoi 19 mandate deputetësh vetëm në qarkun e Tiranës, krahas listës së sigurt do të përfshihen në grupin parlamentar dhe 7 deputet nga lista e hapur. Në krye të personave më të votuar nga socialistët në Tiranë janë Blendi Gonxha me 8.085 vota, ministri Ervin Hoxha me 4.317 vota, Fatmir Xhafaj me 3.803 vota, Erion Braçe me 3.753 vota, Orlando Rakipi me 2.807 vota, Antonella Dedej me 1.976 vota dhe Anila Denaj me 1.403 vota. Ndër demokratët në Tiranë më i votuar ishte mjeku Ilir Ali Mehmeti. Ai siguroi mbështetjen e rreth 4.287 votuesish. E dyta më e votuar është Shirita Tabako me 4.079 vota. Jashtë rrezikon të mbetet Ilir Meta me vetëm 1.535 vota, i cili garon nga Qelia. Në zgjedhjet e 11 majit, demokratët së bashku me aleatët arritën të marrin rreth 13 mandate deputetësh. Në listën e socialistëve në garë në Përqarqe, në Shkodër kryeson Dona Bilali me 6.206 vota, në Lezhë raditet në krye Pranvera Skana me 3.763 vota, në Kukës Alban Zeneli me 4.207 vota, në Korç Ilirian Pendavinji me 7.086 vota, Tërmet Peçi me 9.468 vota në Gjirokastër, Klevis Jahaj në Fier me 10.483 vota, Sara Milan Elbasan me 10.693 vota, Arkend Balla me 9.215 vota në Durrës, Agron Malaj në Dibër me 12.492 vota dhe Hysén Buzali në Berat me 8.189 vota. Në Vlorë më i votuari nga Partia Socialiste është Damian Gjiknuri me 10.031 vota, i ndjekur nga Vullnet Sinaj me 8.757 vota dhe Ardit Bido me 7.360 vota. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit Arbian Mazniku në intervistë televizive tregoi se si u arrit rezultati i socialistëve kur numri i votuesve në qarkun e Elbasanit është më i ulët se në vitin 2021. Ai foli dhe për sistemin e patronazhimit, duke shtuar se është mekanizëm që ka për qëllim të njohë votuesit, ndërsa shtoi se një procedurë të tillë e ka çdo forcë politike në botë. Partia Socialiste ja ka dalë me sukses në 4 palëzgjedhje rresht të ketë një majorancë shumë të madhe, të qëndrueshme, të qartë, të pa ekuivoke. Pra, ki parasysh që pjesa më e madhe e forcave që drejtojnë sot Evropën kanë tipikisht një majorancë ke 30, 35%, 36% e votës publikut. Ndërkohë që Partia Socialiste ja ka dalë me sukses të mbajnë në mënyrë sistematike një përqindje që është në raport nga 47-48 ke niveli 52% dhe të mbajë gjithashtu në mënyrë konstante dhe një numër caktuar mbështetësish dhe në vlerë absolute. Pra të dyja këto bashkë janë tregues, nuk është çështje, e them edhe një herë, nuk është çështje taktike, janë tregues e faktit që Partia Socialiste ja ka dalë të mbajë një nivel të lartë pëlqyeshmërie nga ana e qytetarëve shqiptar. Pas fitores së thellë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama shpreu mirënjohjen për besimin që i dhanë sërish qytetarët atij dhe Partisë Socialiste për të drejtuar vendin për 4 vite. Rama paralajmëron dhe fjalimin e fitores që do ta mbajë në orën 19 në sheshin Skënderbej, teksa shkruan se nuk po gjen dot fjalët që do të shqiptoj. Mirëmëngjes dhe duke ju rrëfyer se s'po i gjej dot fjalët për të shqiptuar sot në orën 7 në sheshin Skënderbej, ju falenderoj përgjithësisht për besimin e patregueshëm e ju uroj një ditë të mbar, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Demokratët listojnë më të votuarin Shkëlqim Shehu në Kukës me 7.493 vota. Në Berat, Parit Mahmuta siguron mbështetjen me 7.133. Në Shkodër, Bart Spahi arriti të mbledh 7.011 vota. Me 5.346 vota kryeson në Dibër për Parim Spahiu. Në Fier, Gentian Çela mori 5.196 vota. Në Durrës më i votuari rezulton ish prokurori Arjan Doj me 4.622 vota. Në Lezhë më i votuari është ish gjyqtari Gjingjoni me 4.318 vota. Në Korç, Jorida Mazelli merr 4.356 vota. Në Elbasan, Qani Xhafa mori mbështetje nga 3.767 votues. Në Gjirokastër, Alma Kore mori 3.569 vota dhe në Vlorë më i votuari rezulton Petraq Gjikuria me 3.533 vota.
Mbrojnë votën e shqiptarëve shtrirja e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha në protestën e planifikuar për në 16 maj në Tiranë. Duke paraqitur posterin, Berisha njoftoi mbajtjen e protestës duke premtuar se do të jetë paqësore dhe nuk do të cënojë organizimin e takimit të liderëve të Bashkimit Evropian. Në një konferencë për shtyp një ditë më parë, Berisha bëri me dije se humbja në zgjedhje erdhi si pasojë e ndikimit të bandave dhe përdorimit të pushtetit nga socialistët. Prokuroria e Përgjithshme regjistroi gjithsej 87 kallëzime penale në Shqipëri për krime zgjedhore, 34 është numri regjistruar i procedimeve penale, ndërsa 7 persona janë arrestuar konkretisht në Tiranë, Lezhë, Elbasan dhe Fier. Kallëzimet e mësipërme regjistruar 8 në prokurorinë Fier, 5 në Sarandë, 4 në Durrës, 21 në Tiranë, 4 në Kukës, 7 në Lezhë, 15 në Dibër, 2 në Vlorë, 4 në Korçë dhe 2 në Shkodër, 11 në Elbasan dhe 1 në prokurorinë e Beratit. Kryoi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Lirian Celibashi në përmbylljet procesit numërimit të votave njofton se pjesëmarrja arriti në rreth 42.21%. Gjithçka sipas tij ishte në përputhje me kodin zgjedhor. Procesi është duke shkuar normalisht dhe besoj deri në fund të javës do të kemi edhe rezultatin për votimin nga jashtë, i cili do të bashkohet rezultatit e votimit brenda vendit. Numri zgjedhësve në listë brenda vendit ishte 3.467.962. Votuan 1.458.251 zgjedhës. Janë konsideruar të vlefshme 1.402.820 vota, ndërsa 55.334 vota janë shpallur të pavlefshme. Krerët e shteteve urojnë kryeministrin e Shqipërisë për fitoren e mandatit të katërt. Urime për fitoren tuaj historike zgjedhore. Pres me pa durim të vazhdojmë punën tonë së bashku për të ofruar rezultate për njerëzit që punojnë në të dy vendet tona, shkruan kryeministri britanik Keir Starmer. Urime ka patur dhe nga homologu spanjoll, kryeministri Pedro Sánchez, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Presidenti i Francës Emmanuel Macron uron kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Macron thekson se Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Urime Edi Rama, mik i dashur për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare, shkruan Macron në një postim në platformën X. Do takohemi në samitin e Komitetit Politik Evropian dhe për një vizitë që do duhet na lejojë të forcojmë dhe më shumë partneritetin ton, thekson Macron. Merret kryeministri Edi Rama e uroi kryeministri i Italisë Giorgia Meloni, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez, i Kroacisë Andrej Plenković dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, si dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Pasi uroi Ramën për fitore, presidenti i Komisionit Evropian vlerësoi dhe progresin që Shqipëria ka bërë në rrugën drejt integrimit evropian. Bota. Britania e Madhe është person masat për pranimin e migrantëve të lishëm. We will take back control of our borders. Ka ardhur koha që të rivendosim kontrollin mbi kufijt tanë, u shpreh kryeministri laborist Keir Starmer. Sipas tij duhet një reformë e re për sistemin e migracionit, për të ulur ndjeshëm numrin e migrantëve. Apeli erdhi në një konferencë për shtyp në Downing Street. Për të marrë një vizë për në Britaninë e Madhe, do të kërkohet një njohje e avancuar gjuhës angleze, edhe nga familjarët e migrantëve dhe një diplomë universitare për punët e kualifikuara. But when people come to our country, they should also commit to integration, to learning our language. And our system should actively distinguish between those that do and those that don't. Sipas tij, koha e nevojshme për të marrë qëndrim të prershëm, hapi i parë drejt shtetësisë do të rritet nga 5 në 10 vjet. Përjashtim do të bëhet për ata që japin një kontribut të rëndësishëm si mjekët dhe inxhinierët, sepse siç u shpreh Starmer, të jetosh këtu nuk është një drejt, por një privilegj që duhet ta fitosh. Prokuroria në Gjermani arreston 3 shtetas ukrainas me dyshimit për aksione sabotazhi të organizuara nga Rusia. Pas bastisjeve në 2 qytete gjermane dhe në Zvicër, Prokuroria Federale e Gjermanisë arrestoi në fundjavë 2 persona. Të martën në mbrëmje u ndalua një dyshuar i tretë. Arrestimet ndodhen në qytetet gjermane të Konstancës dhe Kolnit dhe në Zvicër. Dyshohet se ata janë shprehur të gatshëm të kryejnë rezervënie të qëllimshme dhe shpërthime me eksploziv. Sipas qarqeve të sigurisë, të aksione ishin planifikuar me shumë gjas për llogaritë të autoriteteve ruse. Malezi dhe Ukraina arrin marrëveshje për bashkëpunim 10 vjeçar në fushën e sigurisë. Dokumenti pritet të nënshkruhet nga kryeministri malezez Milojko Spajic dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai përfshin mbështetjen në rast sulmi të armatosur, investimin në industrinë e mbrojtjes, bashkëpunim në fushën e inteligjencës si dhe kontributin për ndërtimin e Ukrainës së shkatruar nga lufta. Rreth 30 shtete, kryesisht anëtare të organizatës së Traktatit Atlantikut Verior, nënshkruan marrëveshje të ngjashme me Ukrainën. Pas nënshkrimit, marrëveshja duhet të ratifikohet nga Kuvendi i Malit të Zi. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë një vizite në Sarajevo shpreu shqetësim për veprimet ndarëse të Republikës Srpska. Ai cilësoi si kërcënim për stabilitetin dhe të ardhmen europiane të Bosnjë dhe Hercegovinës. Costa bëri thirrje për uljen e tensioneve dhe për një angazhim të sinqertë të liderëve politik drejt reformave. What is important now is to ease the tensions
and political leaders to work together to maintain stability and security for everyone here. Presidenti i Këshillit Evropian rikujtoi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj së ardhmes europiane të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe u shpreh zgënjur që ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ky vend ende nuk përfiton nga fondet e planit të rritjes. Qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës mund të pagojnë një çmim të lartë nëse nuk shfrytëzohen mundësitë që ofron BE-ja, tha ai, duke theksuar se 1 miliard e 85 milion euro ndihma mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së reformave. Më shumë se 20 anëtar të Parlamentit Britanik kërkojnë një ndryshim në qasjen e politikës jashtme ndaj Serbisë pas pjesëmarrjes së presidentit serb Aleksandar Vučić në paradën ushtarake në Moskë më 9 maj. Letra është nënshkruar edhe nga 25 parlamentarë të tjerë, shkruan në rrjetin X deputetja britanike Emma Lewill. Ndër të tjera, në letër thuhet se Serbia nën Aleksandar Vučićin forcoi lidhjet me presidentin rus Vladimir Putin, veçanërisht si i vetmi shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian që nuk ka vendosur asnjë sankcion ndaj Rusisë pavarësisht krimeve të kryera kundër Ukrainës që nga viti 2014. Për më tepër, sipas deputetes britanike, presidenti Vučić po përpiqet të destabilizojë Kosovën dhe Bosnjën dhe Hercegovinën dhe rajonin më të gjerë të Ballkanit duke bashkëpunuar ngushtë me Rusinë e Putinit, e cila synon të largojë vëmendjen nga pushtimi i saj i plot i Ukrainës, thuhet në letrën drejtuar ministrit të jashtëm britanik. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.